Disiplina, forca mendore dhe përkushtimi i plot ndaj sportit janë themeli i kampionëve të vërtet. Nureddin Dervishi është njëri prej emrave më të spikatur të karates shqiptare dhe ndërkombëtare, me një vit sportiv të jashtëzakonshëm pas vetes. Në vitin 2025 ai u shpall kampion absolut mbarkombëtar në Prishtinë, kampion shtetëror për junior dhe senior, si edhe fitues i Kupës së Maqedonisë për senior. Nureddini është fitues absolut i çmimeve Grand Prix në turne ndërkombëtare prestigjioze në Shkup dhe kampion në play-off si për junior ashtu edhe për senior. Ai ka fituar vendin e dytë në kampionatin ballkanik në Kroaci. Ka marrë pjesë edhe në kampionatin evropian dhe në turne kualifikuese për kampionatin botror në Paris, duke u renditur ndër garuesit më elitar të gjeneratës së tij. Për shkak të rezultateve të jashtëzakonshme, është përzgjedhur për të përfaqësuar shtetin në kampionatin evropian 2026 në Qipro, si edhe është vlerësuar nga Federata e Karates së Republikës së Maqedonisë së Veriut si garuesi më i suksesshëm i vitit. Nureddin Dervishi është shembull i talentit, punës së palodhur dhe forcës së sportistëve të rinj kërçovar. Andaj shoqata Votra e nderon me çmimin e sportistit të vitit 2025.